Po që unë e bëra pak një kronologji para prakisht, sigurisht, dhe me thënë, ki sukses përkufizohet me 3 fjalë: duri, punë dhe shpresë. Sigurisht, pas inkuadrimit tonë në ligën e ditë, qëllimi jonë, objektivi jonë ka qenë që të ndërtojmë një ekip stabile, ku do jemi dikuat e mesi tabelës ose vendet e më lartë. Dhe ne e kemi arrit më së miri dhe duke ndërtu një ekip shumë cilësore, dhe kemi pasi qëllim Amirje përmendi, jo vetëm tash, po edhe më para i kemi pas generatat e reja në konsiderat, ku në klubin ton janë inkuadruar lojtarë të cilë kanë ardhur prej shkollave të ndryshme të futbollit, që ajo Shkëndijës, Tetovës, Renovës, Qytetit Gostivarit, dhe kemi ndërtu një ekip stabile, ekip lojtarë me përvojë dhe lojtarë të ri, dhe ki kombinim na ka sjell deri këtu. Dhe rezultatet nuk janë të rastishme, se nuk mund të vijë suksesin derë, por duhet me kërku. Prandaj ne kemi kërku këtë rezultat, po, dhe përveç saj kemi punuar në aspektin e disiplinës shumë, që si klub që vim prej një fshati, duhet me qenë shembullar në të gjitha drejtimet, me qenë një koqirë të mirë, dhe në këtë drejtim ne për 3 vite sa jemi në ligën e ditë, një problem të vogël nuk e kemi bërë ndaj federatës, ndaj gjyqtarëve, ndaj kundërshtarëve, sigurisht i kemi mirëprit, i kemi përcjell, kemi pas rezultate kur nuk na ka konvenu, sigurisht kemi dalë ne si stafi, kemi marrë përgjegjësinë, kemi heq barën prej lojtarëve, kështu që dalë nga dalë duke u mbështet ke njëri tjetri, dhe sidomos trekëndshi kryesi staf lojtar ka funksionuar në mënyrë perfekte. Mos janë shkalloj kur foli kryesi gjithmonë flaset dhe në emër të diasporës, sepse ne kemi njerëzit të cilët edhe pregje na japin një ndihmë dhe një shtytje shumë madhe. Ky trekëndsh ka funksionuar perfekt. Por me një fjalë thuhet që Amiri ka qenë korrekt me ju. Patjetër, po, sigurisht ne kemi pas edhe momente të vështira, sepse rruga është e gjatë, gjatë asaj rruge nuk mundet çdo gjë të konvenon. Sigurisht, po, dhe jemi ballafaqu, jemi mundu me i menjanu, me i tejkalu, dhe fal punës, angazhimit, seriozitetit dhe sakrificës shumë të madhe, ne arritëm që klubin tonë të zemrës ta inkuadrojmë në ligën e parë.